Dhe në rastet veçanta, mes fushorët futen në linjat e mbrojtëse dhe shkuajnë 6-3-1 dhe po i tentojnë kundër sulmit. Kjo thash. Po besojnë tani. Kjo do ishte e rrezikshme. Janë shumë të rrezikshme këto. Është ai Yildiz është lojtar shumë i mirë, ja zakonisht të rrezikshëm. Domethënë, dribluesi mirë i shpejtë. Janë minuta të cilat të gjithë po lutemi që realisht të shkojnë ashtu siç duhet, paktën qoftë edhe një gol për të shkuar drejt barazimit dhe minutave shtesë që mund të japen çdo gjë mund ndodhi në këtë. Aman është futbolli është vërtet lojë e bukur, por aman është edhe një lojë që të mban me zemrën ngrirë deri në fund. Duhen zemra të forta për të përballuar futbollin. Padyshim. Sidomos kur je tifoz apo kur luan kombëtarja jote, duhet një zemër shumë e fortë. Lela, kjo bërë sport tjetër? Po. Çfarë sporti? Volejboll. Okej. Ndërkohë Elda ka një eksperiencë shumë të gjatë me sportet, kështu që e di shumë mirë këtë pjesën e rezistencës së zemrës. Po çfarë lloj sporti ku ka ndruar disa kardiologë si duket. Jo, un kam punuar shumë me ruajtjen e ritmit të zemrës edhe në trysni jashtëzakonisht të madhe në mënyrë që zemra të mos dëmtohet dhe të performojmë rezistencë të gjatë, jo vetëm për sot, por edhe për të plagur mirë. Unë mendoj që është tjetër gjë kur je tifoze dhe tjetër gjë kur je në lojë vetë. Kur je në lojë vetë, ti ke mendjen te loja të nxjerrësh rezultatin sa më mirë, të fokusohesh tek ajo çfarë din të bësh më mirë. Ndërsa kur je tifoze s'ke asnjë gjë në dorë vetë. Dhimbja është më e madhe. Dhimbja është më e madhe, ti je kështu në ankth gjatë. Ka po të shikosh tash. Ndërsa kur je në fushë vetë ke atë lloj ndjesinë që. Është e vërtetë, ka po të shikosh tani trajnerin Montella, hoqë dy lojtarët më të mirë, Çalhanoğlu dhe atë lojtarin e Realit Madridit. Arda Güler. Dy lojtarë dhe ai përforcoi jo vetëm mbrojtjen, por forcoi edhe mezin e fushës. Se shikon që minuta 83 dhe merr masa për të mbajtur këtë rezultat dhe t'i godasi me një kundërsulm të shpejtë që është ai Yildiz dhe që është një lojtar jashtëzakonisht i mirë dhe ka triblimet 1-1 ka jashtëzakonisht të rrezikshme. Kështu që ne s'na ngelet gjë tjetër, vetëm mundet në një rast në drejtim ose në një goditje standarde që mund të marrë Xhegrova, Rashica, që mund të marrë në një goditje jashtë zone dhe mund të kemi një rezultat që të barazojmë. Pakën një gol lutemi një gol. Aq duhet, po bëm golin e barazimit, pastaj goli i barazimit për të shkuar deri kjo na duhet. Kjo na duhet. Në fakt është gjuna për gjithë tifozët cilët në këtë situata roli i rëndësishëm është i trajnerit. Por janë situata shumë të rëndësishme, këtu duket trajneri për të bërë ato ndresat e duhura që i kundërvihet ekipit kundërshtar. Minutazhi është i shkurtër. Nuk është se ka ndonjë kohë gjatë për të kthyer rezultatin dhe tjera me radhë. Atëherë, në një moment që bën një veprim të tillë, trajneri kundërshtar pra fut heq lojtarët më të mirë dhe fut lojtarë që janë defensiv si natyrë, pra lojtarë që kanë trajneri ka besim që ata mbrojnë mirë, janë më të freskët, i zbajtojnë detyrat mirë dhe në këto raste ai lojtari garanton trajnerin. Lojtari që është shumë korrekt në fazën mbrojtëse, nuk i intereson më tani faza sulmuese. Për momentin ai do që të mbrojë rezultatin dhe për këtë arsye heq dy lojtarë më të mirë që janë ofensiv dhe të fut dy lojtarë shumë të freskët. Ona shton murin mbrojtës dhe ul shanset për sukses të ekipit. Dhe në këtë moment trajneri pra taktik gjithmonë fillon studion këtë lëvizje dhe tenton të bëjë të kundërtën, pra të krijojë një superioritet. Tani kjo skuadër që po tenton të mbrohet, shikoj gjithë skuadra është në 6 meqe dhe vetëm një po le. Atëherë çfarë duhet të bëj? Duhet të krijojë superioritet dhe unë më të madh në zonën e ekipit kundërshtar për të pasur më tepër mundësi. Ka diçka për të mësuar nga gabimet edhe në të ardhmen se shiko. Trajneri është pa diskutim është eksperiencë. Njuli, nëse do ishe ti në fushë në këtë pikë të lojës, cilat janë 3 lëvizje që do bëje që mendon se do e zgjidhin këtë situata? E para lëvizje që do shkoja me 4-2-4. Përpara, do të riskoja, nuk do të lija mua si gjë, sepse është një moment që është një ndeshje që ty humbja nuk të vret në këto momente, e 0-1. Atëherë tentoj të barazoj se do hyjë në histori dhe këto minutët që janë 6 minuta do shfrytëzoje gjithë do tentoja gjithkohës që skuadra të ishte edhe portierin praktikisht raste të veçanta kur momentet që ka korne tjera me radhë. Por ama do bëja ç'është e mundur që të tregoja që unë dua ta fitoj ndeshjen. Le të shkojë edhe 0-2, nuk ka rëndësi fare në kuptimin. Por duke parë skuadrën kundërshtare që është e zbalancuar mbrapa, është një moment
Atëre shumë forca pa diskutim dhe unë do tentoja që faktikisht ky është pozicion tamam. Jemi me 4 lojtarë në zonë dhe 3 lojtarë që mbështesin. Bëhen 5 në zonë, që është një gjë e mirë, por në këto raste posejdimi i topit jo i mirë, pa diskutim të krijon probleme. Dhe gjithë sekreti i lojës është posejdimi. Nëse ti ke një posejdim të mirë, pa diskutim që do jesh shumë më superior ka që në momentin që të thyet topi nga posejdimi, atëherë ti riskon dhe... E njëjta pyetje edhe për ju, Zitelia. Ju, cilat do ishin 3 gjëra që do bënin në këtë pikë të lojës? Shikoj, dihet që kur je në disavantazh, gjithmonë do forcosh sulmin. Ai po bën, domethënë çmos si me Zhegrovën ashtu edhe me Rashicën që goditi, domethënë plus Aslani dhe edhe ky Muriqi që janë golashënues dhe ai çdo trajner këtë do rrezikonte në çdo ndeshje, sidomos kjo që është decisive. Këtu edhe nëse rrivesh 2-0, 3-0 nuk ka shumë rëndësi, por ditë do japësh prioritet ose probabilitet në tim të sulmit. Shikoj që ato po mbrojnë jashtëzakonisht mirë, edhe me ndrimet që bëjnë. Ka mbaruar ndeshja e Ukrainë-Shqipëri 1-0 për Ukrainën. Si duket, këtu ka mbaruar edhe vajguri për ndriçimin e Silvinjos. Shikoj, ai e ka thënë që deri në korrik jam në kontratë. Base ka mbaruar që tani vajguris. Atë do t'japin njoftimet Federata Shqiptare e Futbollit, ajo është domethënë që mund t'japi njoftimin për largimin. Ata mund ta mbajnë akoma, mund t'i hedhin pra vajguri, po për ne nuk për ne që në skualifikim që i kishim shpresat jashtëzakonisht të mëdha për kampionatin botror, domethënë i humbëm shpresat. Po kjo që një ndeshje, domethënë miqësore, një ndeshje që domethënë na vlejti aq sa e ka vlejt ekipit kombëtar edhe Silvinjos, për tash edhe në fillim fare dhe për element, por përsëri patëm disfat edhe me Ukrainën. Tani për sa i përket ishte aktivizimi i Anis Mehmetit, një gabim që ka bërë në të shkuarën në përpoj ta rregulloj sot, po prap është një lojtar që ja vlen që mos humbet si potencial. Nuk diskutohet që vlerat e lojtarëve kur janë në ndeshje të tilla, që kanë ai ka shkëlqyer për 2 ditë të radhazi në Angli, kështu që kanë edhe rëndësinë e dur, aty duket edhe vlera, kanë edhe mobilizimin 120% të ekipit, domethënë vlerat dukeshin me Polonin, që këto lojtar duhesh aktivizu me Polonin. Nuk diskutohet, edhe ndeshje miqësore janë të rëndësishme për të parë formën e futbollistëve. Po mungoj për 3 vite rrjesh në kombëtare, një lojtar që praktikisht luan me kategorinë e dytë në Angli, Championship, dhe ndërkohë ti nuk e vlerëson 14 milionë euro si lojtar. Ne japim mendim atë që thamë fillim fare, që jemi sportdashës, specialist ose gazetar sportiv, atë vendos vetëm trajneri. Ai e ka në dorë pavarësisht se si del me fitore, me humbje, me barazim. Por nuk është shansi i dur, me këtë humbje me Ukrainën, nuk është shansi i dur që ky të vazhdoj për sa i përket ekip. Ky është mendimi im, se nesër mund dali Federata Shqiptare e Futbollit, thotë, e shtym dhe për 2 vjet, thotë, për kampionatin evropian, thotë, 2026-2028. Federata... Ato janë gjëra, janë kontratat edhe me menaxherët edhe me presidentin e futbollit. Tani fut një sulmues pyk, siç është Albian Ramani dhe nxjerr Hoxhën, që është një mesfushor. Pra me ngulm, po kërkon me patjetër këto 6 minuta shtesë që janë, do bëjmë gol. Dhe kjo gjëja më jep një farë shpresë që shiko me patjetër edhe 6 minuta kanë mbetur. 6 minuta shtesë janë tani, jemi në minutat shtesë dhe fut Albion Ramanin që është sulmues tek Sparta e Pragës dhe nxjerr Hoxhën që është një mesfushor. Dhe pak i lodhur Hoxha. Kanë bërë mos harrojnë se kanë bërë 2 ndeshje. Pas është pak e vonuar futje, mund të ishte futur më herët. Është e vërtetë se kanë edhe rikuperimin nuk e kanë. Kishte pse mbante kaq shumë asin në mëng për të treguar ose për t'i dhënë një lloj mundësie. Edhe rikuperim. Për 6 minuta nuk diskutohet. Jo, pozitat barabarte janë, po duke parë lojtarët e tyre që bëjnë 7-6-8 deri në 70 sa neshje, nuk mundet të krahasohen
me Çalhanoğlu që luan edhe në Kupë Kampiona, ose ky Guler që luan edhe në Kupë Kampiona me Realin, kanë më shumë ndeshje. Të nderuar, le të kryqëzojmë gishtat dhe të lutemi për një mbrekulli në këto 5 minuta që kanë mbetur. Është shumë e rëndësishme Shpresojmë. me kryqëzim. Atë që tha dhe ju që minuta fundit Edhe me lutjet të edhe tjera. shpresojmë. Le të shpresojmë pak minuta, duket që loja është akoma dhe më intensive për të Ka kohë për me shfrytzuar bë çdo gola. sekond. Ka kohë. Shpresojmë që këto 5 minuta që kanë mbetur të bëjnë atë që nuk u bën në 90 minuta loje, praktikisht. Po që se djem të vazhdojnë luftojnë, është krejt e mundur. Është krejt e mundur. Nëse ata s'kanë hequr dorë, Mirela kam përshtypjen edhe kur të përfundojnë ndeshja do vazhdoj shpresoj të fitoria e Kosovës, po ne Elda jemi optimist deri në një farë pike, jo gjithmonë. Futbolli 4 sekonda ka ndryshuar. Unë mbaj mend 2012-ën ku Chelsea për 4 sekonda i mori finalen e Champions League-s Bayernit dhe Ja të shpresoj. ndërkohë që gjithë lojën e Manchesteri ka qenë, Manchesteri. 2012 ka qenë Bayern München me Chelsea, është luajtur në Allianz Arena. Dhe e di këtë jam shumë e sigurt. Po, edhe sekondat e fundit Drogba shënoi. Është një moment tjetër mbas. Moment tjetër edhe Ka qenë një Bayerni me Manchesterin që Në ishin 2009. 2-0, po 3-2 që minutat e fundit 2009. dhe minuta shtesë, sa kartoni verdh. minuta shtesë. Janë momentet e fundit në fakt për Kemi lojën, përsëri. është e vështirë. Kemi shpresa edhe 3 minuta, kemi shpresa. E 3 minuta. Rashica ka marrë një karton verdh. Duket Praktikisht janë minutat e fundit të lojës, le të shpresojmë. trajneri. Ndërkohë ky duhet të jetë një moment shumë i madh për vetë Turqinë sepse Rikthe kam përshtypjen rikthehet pas 24 vitesh. nëse 2 minuta e gjysë ka ngelur tashmë. Këto 2 minuta e gjysë ne pos na la zemra. Jemi të fortë. Fatmirësisht kemi Eldën e cila ka trajnuar shumë njerëz me probleme me zemrën sa i takon pjesës së tifozëve. Unë kam patur fatin që pikërisht sportistët elitarë të Kosovës, që nga Marinda Kelmendi, ekipi judo, ose ekipi futbollistët edhe sportistët e tjerë që performojnë në nivel elitare, ne ti trajnojmë për menaxhimin e trysnisë nën performancë lartë. Domethënë pikërisht për dimensionin psikologjik në atë që është, wow, sa e bukur kjo. Në atë që është aftësia për të performuar kur trysnia është më e fortë se kurrë. Pikërisht për përgatitur që profesionistët janë njerëz që performojnë mbi mesataren, trysnia e tyre është mbi mesataren dhe normalisht ata duhet të jenë të aftë, arrin të janë rezultativ në një trysni të tillë. Dhe sigurisht njëra nga gjërat më kryesore është patjetër qetësia. Në çfarëdo lloj situate, nëse ti ke qetësinë, është sidomos është pa diskutim shumë më mirë se sa ti të kesh humbur qetësinë. Ndërkohë tifozëria nuk ndalet edhe pse të humbur janë ulur të gjithë në sheshin e Prishtinës dhe këndojnë këngën Xhamadani via via me shpresën që kjo këngë do ketë atë magjin që vërtet ka për zemrat tona për të çuar energji në këto minuta të fundit që kanë mbetur. Shpresojmë shumë, profesor. Duket se optimizmi jonë fillestar ishte më lart se sa duhet. Nikolini besoj se nuk ka zhgënjim se e priste, ishte brenda kornizave të parashikimit të tij. E kemi ideal golën për të marrë edhe emocionet e fundit të lojës, sa i takon ideal gjendesh në shesh ku janë mira tifozë të cilët kanë një lloj dëshpërimi, po gjithashtu ndjen mirë se Kosova arriti deri në këtë fazë, deri në këtë moment kur askush apo pak kush e kishte parashikuar. Po, është e vërtet që tashmë këtu në sheshin Zahir Pajaziti, në një nga 3 fanzonat, është qetësi, sigurisht ka zhgjenim mes tifozëve të mbledhur, mizat pa dyshim, si që thatë edhe ju, ka edhe një lloj krenarie për gjithë rrugtimin e Kosovës, pasi që në fillim nuk ishte besuar, erdhi nga një grup i vdekjes, nëse mund ta quaj, nga Zvicra, Slovenia, Suedia, kaloi dhe Slovakin, dhe për të ardhur deri te kjo finale me Turqinë që gjithsesi duket se bë diferenca për shkak të cilësisë ekipit turk dhe një moment aq mjafton në këtë nivele që të eliminohesh pra të mos e realizosh që ka munduar normalisht edhe ndeshja do të mundohemi ndoshta të sjellim pak nga njësitë e para këtu nga sheshi Zahir Pajaziti dhe mund të pyesim disa nga qytetarët ideal të cilët sigurisht për 90 minuta kanë qenë me zemër të ngrirë.
Është e kuptueshme edhe zemërimi i tifozëve, po është Mendoj që jemi krenar sepse lufton nuk është barabarta me një kundërshtar si Ushi. padyshim. Me hy edhe njerëz që luajnë arenë me futbollistë që luajnë në arenën të mëdha të Europës, në Champions League, Europa League dhe Ja të presim ideal nëse dikush nga tifozët do dojë që të prononcohet sa i takon minutave të lojës, të cilët i kanë ndjekur në sheshin kryesor të Prishtinës dhe paka shumë edhe siç mund të shihet edhe nga pamjet e drejt për drejta që na vijnë duket qartë dëshpërimi i tyre, por është e kuptueshme, është shumë e kuptueshme. Faleminderit, unë shkoj të udhar turkisht. Nga informacionet që kemi, lojtarët e Kosovës kanë shpërthyer në lot pasi ka përfunduar ndeshja. Ishte një ëndër të cilën ata e besonin, një ëndër për të cilën luftuan deri në minutat dhe sekondat e fundit, por fatkeqësisht nuk mundën dot që të ketë këtim rezultati. Nga ana tjetër ka lot gëzimi për turqit. Lojtarët turk kanë patur një moment le të themi triumfi, sepse pas 24 vitesh shkruan një histori, një kapitull tjetër, duke rikthyer përfaqësuesen e tyre në kampionatin botror. Nikolin? Pa diskutim që ndeshja krijoja të atmosferën e dur dhe mendoj që skuadra e Kosovës e ka kry detyrën më së miri. Edhe pse nuk është kualifikuar, ka treguar që një skuadër e vogël ditë të luajë futboll. I ka dhënë shembullin konkret çdo skuadër të vogël që ditë të luajë futboll. Por edhe që të besoj të potencialet. Dhe të besoj ke potencialet e veta, shumë e drejtë. Për mua ishte një ndeshje e barabartë, vendosën në episodet. Pra diferenca ishte ke episodet, ke kualiteti që ka skuadra kundërshtare. Në një rast shënuan, arritën të menaxhojnë situatën dhe fituan këtë ndeshje. Dhe normalisht nuk kemi pse të jemi të zhgënjur, apo dhe Kosova vetë dhe kosovarët të jenë të zhgënjur për këtë. Ata kanë bërë maksimumin që mund të arrijë një skuadër e tillë. Duhet të respektojnë veten, të respektojnë futbollin, të respektojnë tifozët e tyre dhe mos ta shohin këtë si një ëndër apo diçka që disfat. Përkundër, është një sukses, është sukses i madh. Ndihet edhe dëshpërimi i tifozëve Nikolin. Tani dëshira ka infinit. Unë mendoj që dëshpërim patëm ne të loja me Polonin. Qytetari i Kosovës, i Kuksit, që e kanë ndjekur nga afër. Serbi e dy vet. Ju përshëndes shumë. Si mo, bro, Serbi. Po, të lutem. Ka normalizuar si shprehje sa vënë më përshtypje. Kjo është monitorim nga institucionet përkatëse të fonetikës, kështu që është e kuptueshme. Është në nivele të tilla realisht mund të them që shiko dhe kur humbet, duhet të kesh një dinjitet që humbet. Domethënë, mënyra se si humbet vlen shumë. Pra nëse ti humbe duke luftuar deri në fund dhe jep maksimumin e asaj çfarë mund të japësh, është për të vlerësuar se fundi a fundit futbolli varet nga një moment. 90 minuta ndonjëherë 5 sekonda bëjnë diferencën dhe ai 5 sekondë që ekuilibrojnë gjithë lojën. Në këtë moment mund të them vetëm që Kosova realisht e meritonte më shumë se sa e meritonte për gjithë sfidën që pati, gjithë atë luftë që bëri. Se sa e mendonin në fillim kur filluan kualifikuesit e botrorit. Pra nuk e prisnim që Kosova të shkonte deri në këtë pikë duke patur një grup të vështirë që në fillim me Zvicrën, Suedinë dhe Sloveninë. Gjithashtu nuk e prisnim që të kalonte Slovakinë dhe të na jepte shumë shpresë duke e përmbysur rezultatin. Gjithashtu nuk e prisja sot, domethënë e prisa që të luante mirë, por nuk prisa që të kishte goditjet në bord barabarta, shanset e mëdha të barabarta me Turqinë. Në fakt, mbajtja e topit nuk ishte në nivelin ku duhej, ishte 62%, 61% e Turqisë dhe pjesa tjetër e Kosovës, por 39, por nuk jam shumë e sigurt nëse. Ndërkohë, Mirela, një fakt që vlen edhe për të përmendur është fakt se në finalen e play-offit ku bënte pjesë Shqipëria, tashmë do të shkojë Suedia. Mori një bilet duke mundur Polonin 3-2.
Na mori hakun. Mori një hak shumë të madh ndaj kësaj Polonisë. Si kuptollohemi në shqiptarët. Nuk mendoj. Kuptollohemi jashtë marrë shumë, sidomos në këtë ditë pas 4 orëve. Po, është parashikote. Është e vërtet ajo që thoni ju. Edhe ndeshjen tonë, domethënë nuk qenë Nuk dua të tregojmë jak marrë për meriton të Polonisë. Nuk qenë dominim edhe ose administrim të lojës për sa i përket ekipit të Polonisë. Por futbolli kështu është, por do flasim për Kosovën. Domethënë unë them që kanë arritur gjithatë, kanë arritur objektivat dhe po të kalonte domethënë në Amerikë, do ishte një sukses i jashtëzakonshëm, jashtëzakonshme do ishte. Jashtëzakonshme dhe po ta shikojmë dhe këtë javë, gjithë mediat sportive, gazetarët sportiv, europian, gazetarët turk dhe mediat sportive e kanë ngritur në piedestal ekipin e Kosovës. Dhe është një fitore e madhe për Kosovën, duke u përmendur në gjithë mediat botërore si një rast suksesi. Dhe do ishte akoma më shumë ne flasim për diplomaci dhe që thanë çu po sporti që lidhet dhe është i lidhur, jo i lidhet me politikën dhe do ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Unë them që kanë kryer detyrën duke mundur ekipe më me zë në grupin e vet, duke luajtur lojra dinjitoze, edhe sot domethënë u përballen me dinjitet për sa i përket lojës dhe po të shikojmë pjesën e parë kishte raste për të shënuar, një ekip që ditë të mbrojt, ditë të organizohet dhe në atë domethënë ekip që ka do të shkojë jashtëzakonisht përpara. Kosova nuk ka në formë aty. Menova që formacionin që ne ka luajtur Frankofoda ka më konë ma që ka me bon ndryshimin, po nuk e bon, edhe pse inkuadrimi i Edon Zhegrovës prej pjesës dytë me Nova që ka me bo ndryshimin, po nuk e boni, ama menoj që Kosova ka të regu shpirt jashtëzakonshëm edhe botërori i ardhshëm i vitit 2013, besoj që ka më kona i ku Kosova ka me pas paraqitjen e vetë dhe shpresoj që kena me pas një vend. Rrugtimi i Kosovës ke jashtëzakonshëm, arriti me mujt Slovakin, një shtet që neve për shembull nuk na ka njoftë edhe ke jashtëzakonshme mënyra qysh e menum që edhe me Turkin kena me fitu, mirë po nuk pat mundësi me fitu edhe shpresona që me pas ato më të mirën në vitin 2030. Edhe pse unë besova shumë që Kosova ka me arrit me fitu, mirë po ndaj një Turkije që nuk është kualifiku prej vitit 2002 ose 2004, nashta është edhe okej me hu. Po di që me po. Dhe ëndre madhe edhe për të fshirë. Faleminderit shumë. Shumë kuptueshme. Ishte realisht ajo çfarë gjithë ne themi që shiko, ndërruam dhe ëndrat zakonisht vinë nga andej kur ti nuk i pret. Dhe Kosova e bëri këtë gjë. Unë mendoj që në 2028 që do jetë Europiani, Kosova do jetë pjesë e Europianit. Me këtë lloj cilësie dhe me këtë lloj talentesh që ka, me këtë lloj fryme dhe futbolli që zhvillon dhe jep për të shpresojmë për një tjetër hap pak më të vogël, por organika është natyral do vi kështu. Domethënë ndryshe nga Shqipëria, që Shqipëria ka shumë vite që lufton edhe luan për të shkuar në Europian dhe na u duk historike 2016, na u duk historike 2024. Mendoj që 2028 nuk është largë, është shumë afër. Kosova do jetë realisht pjesë e Europianit dhe e besoj këtë gjë. Fillojnë që shtator me ligën. Do jetë pjesë e Europianit. Ligën e Nations League ose Liga e Kombëve. Shumë mirë, Rashica, Zhegrova ka, Muslia ka shumë për duket mira. Ka ajo që ke pa gjatë kësaj fushate, mendoni që Europiani nuk jetë një objektiv? Europiani do jetë provë mirë për të dyja ekipet shqiptare, si Kosova, si Shqipëria dhe shpresojmë të shkojmë në Angli. Faleminderit gjithë mirë. Le të shpresojmë, gjithë shpresa është për çështje tjetër, pastaj përballuan me sukses shumë ekipe dhe janë me moshë. Domethënë me moshë po të shikosh ke Kosova janë 23-24 vjeç, shumë pak janë me përjashtim të Muriqit, Rashicës, Rahmanin dhe disa lojtarë të tjerë, domethënë disa lojtarë, por lojtarët janë shumë më të ri se sa ekipi, domethënë dhe kanë një tartme të jashtëzakonshme për sa i përket perspektivës së tyre. Është vërtet e jashtëzakonshme në fakt, duke ditur edhe përbërjen edhe faktin që shumë nga lojtarët që luajnë për përfaqësuesin e Kosovës nuk ka lindur as në Kosovë.
Dhe kjo e shton akoma dhe më shumë vlerën e tyre edhe forcën e fanelës që kanë. Padyshim, kur dëgjon zërin e nënës, që në kafen. janë Aslani, Muslia dhe lojtarë tjerë do nesër pas nesër do performojnë akoma më i kanë moshën. Kjo ishte një tamam eksperiencë. Po shpatën fat. Edhe tonë kanë qenë shumë fort, po fati tyne. Ai në krenar produktimin e Kosovës që ka zhvilluar nga ndeshja e parë me Zvicrën deri në sot. Shumë mirë. Unë jetoj për vetin në Zvicër, për atje të komand. Nga Zvicra kjo. A më tani që mund të kualifikohemi në Europian me që botërori... Qatë mendim e kem pas, po fati inshallah të tashë mas më mirë. Ju përshëndes për ndeshje. Duket në fakrenaria po edhe zhgënjimi një kohë të tifozërisë, cilët praktikisht sot prisin një fitore, por gjithashtu fitoren e kanë marrë. Ndeshja ka qenë fenomenale, lojtarët e përfaqësuesve të Kosovës kanë luajtur shumë bukur, kanë luajtur, por fati nuk ka në anën tonë. Fati ka në anën e turqëve. Portën e rrokën lojtarët e Kosovës, po fati nuk ka që kishte qenë gol, kishte ndryshu rrjedha e lojës kishte ndryshu. Natyrisht kjo ka qenë maksimumi që kena mujtë me arritë, se një shtet i ri si që është Kosova dhe me lojtarët të cilët na kanë përvarësu neve ka qenë maksimumi. Po fati në futboll është kanë është vlenë, do më thonë ajo regla e artë e futbollit që është fati. Suksese tjera herë, inshallah, kampionat evropian do të marrë me pjesë. Faleminderit gjithë, respekt. Ndërkohë në Ligën e Kombeve Shqipëria është në Ligën C, grupi i parë dhe do të përballet me Finlandën, Bielorusin dhe San Marinon. Një short i favorshëm në fakt për kuqezinjt në këtë kompeticion, duke kërkuar ngritjen në Ligën B. Shumë i favorshëm është si... Ndërsa Kosova në Ligën B, Izrael, Austri, Republika e Irlandës. Kemi rënë një ligë më poshtë, normalisht niveli skuadrave për diskutim që do të jetë i dobët. Por kjo kup ka një favor vogël që të jep mundësinë që të shkosh në play-off në sezonin e kampionatit evropian. Dhe të jep një mundësi që nëse del në grupe. Ajo është mundësia, është dhe tjetra. Ajo është gjë mirë e kësaj, por mendoj që këto ndeshje do t'i shërbejnë shumë trajnerët të ardhshëm. Mua më vjen keq për atë Silvinjën që e bëre fakt kryer. E bëre fakt kryer që e ka ndili, nuk ka më vaj. E ka mbyll ai sepse ai do të rinovonte kontratën nëse do të kualifikonte skuadrën për në botëror. Në momentin që nuk do të kualifikonte, do të mbyllte. Dhe ka të mbyllur ai. Unë shpresoj të mos e mbyll sepse nuk e di, por trajnerë si Silvinjë Flidoni edhe për... Pak më herët i ka marrë një intervistë Xhani Debiazit, të cilën për efekt të kohës nuk mund do ta transmetonim dot drejt për së drejti në emision, por qytetarët e kanë ndjekur përmes YouTube-it. Ai në fakt ka lënë të hapur një lloj dere që po e sheh edhe si mundësi nëse do të rritet nga Debiazi në këto momente nuk ka se çfarë të mbasi, edhe normalisht momentin që do t'ja unë kemi çfarë fitojmë se por flas për Mourinho. Debiazi mendoj që po, ka një grup më të mirë se çka pasur në vitin 2016 dhe mund të ka një grup me cilësi futbollistë më shumë cilësi dhe më talent se sa kanë qenë në vitin 2016 dhe sigurisht që mendoj dhe çdo kush mendon këtë gjë që Debiazi do nxjerrte akoma dhe më shumë nga lojtarët që ka momentalisht në dispozicion kombëtare shqiptare. Sigurisht, më përpara kishte lojtarë që luanin në ligat e dyta, në ligën e tretë, ka patur disa lojtarë dhe kur i ka nxjerrur i ka kualifikuar dhe i ka dërguar në Europianin 2016-s. Ndërsa tani me këtë nivel lojtarësh që ka, me këtë lloj talentesh që ka, sigurisht do të nxjerrte akoma dhe më shumë dhe do të çonte pa menduar dy herë në pikën ku dëshironte. Nëse më përpara Xhani Debiazi arrinte të menaxhonte lojën më shumë me pjesën mbrojtëse,
sepse ato i kishte realisht më cilësor. Dhe mendoni se mund të jetë një potencial në këtë? Mendoj që po pavarësisht se janë folur dhe emra të tjerë. Edhe një nga emrat Fabio Cannavaro për shembull është për shembull Cannavaro. Flitet edhe në media flitet për një italian, po e kanë nxjerrë dhe emrin Cannavaro, po Fabio Cannavaro. Ai do të çojë Uzbekistanin drejt Kupës së Botës, kështu që praktikisht është një test i madh për të. Shiko, e rëndësishme për ne, për ekipin ton, është krahas eksperiencës të Gjimshitit, krahas eksperiencës Strakoshës, eksperiencës Hysa, ne të paktën 5-6 futbollistë brenda formacionit duhet të ripërtërien për që të jenë të aftë për kampionatin Europian 2028. Duke pa dhe moshën e këtyre lojtarëve, tani ne themi nuk luhet me moshë, luhet me gjunjë, por ne shikojmë që disa nga lojtarët tanë që kanë dhe moshën dhe po i lënë gjunjët. Kështu që ne në këto ndeshje që kemi në shtatorit, patjetër një ripërtëritje 5-6 futbollistë të rinj që t'i japin gjakun e ri, t'i japin atë energji të re ekipit kombëtar, me qëllim që ne të dalim nga kjo gjendje që pavarësisht se kemi shkuar në majë më të larta në kampionatin evropian, por duhet patjetër, kemi shkuar me lojtarë shumë të mirë dhe me trajnerë, po duhet ripërtëri. Kosovën e quajtëm sukses dhe Shqipërinë nuk i quajmë sukses. Normal, do të ishte shumë ai nëse kishim me pas fitore, po megjithatë kemi ndërtuar ditë. Jo, pse, po ti duhet. Kështu që faleminderit shkrit djemve Kosovës që na bën ne kemi 1930, kemi bërë gjithë. Dakord. Për herave tjera. Patjetër. Jemi eliminuar, kemi më shumë eksperiencë, kurse ato vlerësojnë për këtë kontributi tyre është jashtëzakonisht i madh për këto vite. Shumë pak vite dhe dalësh në play-off për kampionat botror. Doja t'i shtoja profesorit vetëm kaq gjë. Shpresoj që në qershor do jenë ndeshjet e kombëtarëve, ndeshjet miqësore, që bën 2 ndeshje miqësore, deri tani Shqipëria nuk i ka konfirmuar, i ka të planifikuar, por si ka konfirmuar 100%. Shpresoj që të jetë trajner i ri, që në këto 2 ndeshje miqësore, sido që të jetë rezultati, humbje, fitore, barazim, s'ka rëndësi fare, të provoj lojtarë të ri dhe talente të ri. Në mos lojtarë që janë thirrur, grumbulluar në këto kohë në kombëtare dhe ato që janë nga U21, nga kombëtarja e shpresave, pasi ka talente shumë të mëdhenj te kombëtarja e shpresave. Unë do jepja një mundësi fetajt me patjetër, do jepja një mundësi Kurtit të është një qendërmbrojtës shumë cilësor, sepse po e shikojmë që Ajeti dhe Gjimshiti janë lider, janë një mur i pakalueshëm të kombëtarja, por kanë vitet mbi supe. Ismaili është më i ri, është rreth 28 vjeç dhe normalisht është ai mund ta marrë leadershipin e mbrojtjes, mund të marrë dëshirin e kapitenit sepse është edhe më i pjekur në kombëtarin momentalisht duke parashikuar që duke menduar që lojtarët si Gjimshiti, Hysa, Ajeti nuk do jenë mbas disa vitesh, maksimumi dhe 2 vite dhe 3 vite mund të japin, në rastin më të mirë 4, por do i duhen afrime të reja. Dhe mendoj që trajneri i ri që duhet të vi në provën e parë në qershor që ka ndeshje miqësore, duhet me patjetër të bëj ftesa të reja për kombëtaren, për futbollistët e kombëtares, dhe të jap mundësi secilit lojtar të shpreh veten dhe të tregoj veten në 2 ndeshje. Sigurisht National League të jep të luksin që të provosh lojtarë të ri dhe skema të reja më shumë se sa të japin kualifikuesit europianit apo të botrorit qofshin ato. Dhe normalisht mendoj që dhe në Nations League trajneri që do vit duhet të tregoj guxim për të provuar lojtar përsëri po të rinj. Pra nuk mjafton vetëm 2 ndeshje miqësore, por edhe 6 ndeshjet e tjera duhet me patjetër të provohen që në fund të fundit kur të jemi në fazën e kualifikimeve të Europianit, të kemi një grup potencial dhe një grup që mos të lodhet më të bëj skema të reja. Këto janë edhe komentet që po jep Silvinjo. Do të isha i kënaqur sigurisht në rastin edhe në aspektin e performancës ishte e vështirë për të rikuperuar, sidomos në aspektin e mendësisë, të mentalitetit, dhe sigurisht kjo është e vështirë për të gjithë neve si vend, si federatë, si ekip. Edhe e dinim që do të ishte e vështirë për ne në këtë ndeshje të dytë. Sigurisht edhe kemi pasur një kundërshtar të vështirë, dhe Polonia po ashtu ishte një kundërshtar shumë i vështirë, por kur arrin në fazën play-off, ti mundosh të imagjinosh për të shkuar më tej. Sigurisht, sidomos rezultati ishte shumë i vështirë për tu pranuar ndaj Polonisë, po ashtu edhe ishte pak e vështirë 20 minutë i fundit për tu menaxhuar edhe nga ne brenda, por urime Ukrainës ka bërë mirë në këtë ndeshje.
Звичайно, ти задоволений своєю командою, коли вона перемагає. Коли вона не перемагає, ти не можеш бути повністю задоволений своєю командою. Але, власне, я знову скажу, що нам було дійсно дуже важко відновитися, в першу чергу ментально, морально, після поразки проти Польщі. Тому що, знову ж таки, я скажу, що коли ти потрапляєш в плей-офф, ми розуміємо силу команд, ми розуміємо силу Польщі, силу Швеції, але ми можемо мріяти і ми можемо собі уявити, що все можливо, і ти теж можеш вийти на чемпіонат світу. І, відповідно, ми були дуже розчаровані. І це стосується не лише команди, це стосується і федерації, і всієї країни. І, звичайно, для нас було дуже складно підійти повністю готовими морально до гри проти України. Але сьогодні була теж дуже непроста гра, дуже хороший суперник. І я вітаю Україну з перемогою. Ви йдете далі. Ми, власне, це була хороша гра. Next question, please. Yeah. Absolutely. You were the boss. Yes, Senor Salvino. So the question is about, such games like a friendlies after the defeat. Of course, this is a system created by UEFA and FIFA, knockout game, and after that you must play a friendly. But what is your opinion, sincerely? Do we need such games after such, upset, after defeat, when it's very hard to find the motivation? Yes, you play for your country. But do you think it's necessary to play that games after defeats? Or maybe just not to play when it's no matter for the result, yes, only for the friendlies after defeat. Cili është opinioni juaj për faktin që duhet të luhet një ndeshje miqësore pas një faze të parë të play-offit ku ekipet eliminohen, sigurisht një formulë, një sistemi krijuar nga UEFA dhe nga FIFA, por cili është opinioni juaj sepse në ndeshje të tilla menjëherë pas një humbje duket sikur është e vështirë për gjetur motivimin për të luajtur. You're talking about that game tonight. So after defeat for both of teams. Why you are asking me? When you are asking me, I just thinking about he knows the answer. You know the answer. You know my answer. No, I'm not joking. I understand your question is really clear. I think you understand. You know my answer. Of course, it's difficult for both teams. I'm talking about the game Sweden against Ukraine, Ukraine against Sweden. So we had the same difficult game against Poland. We were talking about, guys, 5 days ago. You are playing a high. Që besoj se është edhe një mësim i madh edhe për të, por edhe për gjithë ne, pavarësisht se në rezultateve duhet të njohim edhe meritat që ka patur në rrugtimin e kësaj kombëtareje dhe në fazën që kemi rritur. Ndërkohë kam një lidhje të drejtë për drejtë kolegun tim Sulçe, entuziazmi jot ka rënë. Po përshëndetje. Ka rënë pak edhe është i kuptueshëm. Normale sepse Andrea është e vështirë që të kesh të njëjtin entuziazëm. Megjithatë këtu ajo që më ka bërë përshtypje ishte një duartrokitje e gjithë tifozëve në stadium për ekipin e Kosovës. Natyrisht nuk ishte ndeshja më e mirë, ekipi turk ishte i fortë, kishte hyje brenda, e tham këtë, e tham para ndeshjes, por siç e kemi ne shqiptarët, dëshirojmë që të marrim një rezultat pozitiv. Nuk është e lehtë në nivele të tilla sepse po flasim për Kupën e Botës. Imagjinoni Turqia ka 24 vjet që nuk bën pjesë në Kupën e Botës dhe çfarë problemi? Po ne ishte megjithmonë diçka që ne që edhe turqit e prisnin Kupën e Botës të ishin brenda në Amerikë në ndeshjet shumë të rëndësishme, por edhe neve donim pra Kosova që të merrte një rezultat pozitiv. U përpoqën ndjen patën një shtyll në pjesën e parë me Fisnik Aslanin, pjesa e parë besoj për mua ishte më e mirë, por me futjen e Zhegrovës, lojtarit të Juventusit, pati disa lëvizje, pati disa mundësira, por gjithsesi nuk arrit gjithçka. Përshëndetje. Edhe natyrisht janë të gjithë edhe tifozët Çfarë justifikimi kanë tifozët Kosovës që tani hikin dhe largohen. Çfarë thon tifozët Sulçe? Çfarë thon tifozët se duket se kori këngës vazhdon? Marrim edhe një opinion këtu edhe përshëndetje.
Valon, kemi kolegun, shkëmbim tani mendime mes kolegëve, jemi live me A2 CNN. Valon është nga RTK. Është moderatori i programit. Naturisht të mërzitur jemi të gjithë, prisni më shumë. Pjesa e parë patëm sinjale pozitive, në dytën jo, vetëm me futin e Zhegrovës diçka ndryshoi, por prisnimi Kosovë më agresive, të krijonte, më kreative. Nuk ndodhi. Nuk ndodhi kështu sulqe, nuk ndodhi që të kishim një fest në Prishtinë, një gëzim të madh mbar kombëtar, por gjithsesi është një ndeshje e cila do të na mësojë diçka për të ardhmen, do të na mësojë që të qëndrojmë me këmbë në tokë para se të luhet ndeshja. Gjithsesi ekipi i Kosovës tregoi një lojë shumë të mirë në pjesën e parë, nuk ishte fati me ne pasi që ishte ajo shtyllë e Aslanit, e cila mund të ishte vendimtare për vazhdimin e ndeshjes. Nuk na priu fati, të them të drejtën, pasi që ai gol i hershëm në pjesën e dytë ndryshoi balancet e lojës, Aktur Kollu realizoi, më pas nuk mundëm të reagonim. Ta bëjmë pak edhe bisedë sepse ishte interesante një intervistë mes kolegësh që mendojmë. Ajo që pëlqeva unë, për shembull, ishte tek rifinetura, tek pasimi i fundit në 30 metrat e fundit. Aty nuk treguam siguri. Aty do kishim dhënë atë pasimin vrim, ta gjenim atje topi që ta çonim, atëherë do kishim diçka më shumë. Ka munguar disi ai lojtari kreativ i mesfushës që duhet te ne, ndoshta Zhegrova nuk është në ditët e tij më të mira, ata jepte atë pasimin e fundit, nuk po luante Juve dhe nuk kishte topa të mjaftueshëm për sulmuesit tan, për Aslanin dhe Murishin. Kështu ishte pra, ka munguar ai aspekti i lojës. Uroj që të kemi ndonjë lojtar të ri, na ka munguar edhe Abdullah që dhe problemi i madh ishte edhe Ramani, sepse është edhe Ramani, patjetër. Europian në Serie A, kapiten, aty do të tregonte një vlerë tjetër. Por mendoj që kjo mungesë mbrojtje bëri që dhe ajo shpejtësia e lëvizjes së turqëve në krah dhe pikërisht aty u shënua golin në zemër të mbrojtjes. Ashtu është pra, dhe pse kishim 300 mbrojtës, por mungesa një kalibrit të Ramanit ishte determinante për ndeshjen e sotme. Një kapiten i yni, një lojtar që dihet luan në Napoli në Itali dhe disi fati i tij nuk është i mirë. Shumë rrallë lëndohet, por janë në këto ndeshjet kryesore të Kosovës, po i bie si të lëndohet dhe ishte një mungesë e madhe sot për ekipin, sepse ai me përvojën e tij edhe e çon ekipin përpara, por edhe jep siguri të jashtëzakonshme mbrojtje. Ajo që për shembull pash unë që ishte një problem që mundet që edhe të ishte furnizuar më mirë Muriqi. Ai është një lojtar i cili në La Liga ka shënuar kaq gola. Nëse atë do ta furnizonin më mirë me topa nga krah, sepse ai do lojë në ajrit. Nëse ti nuk e furnizon, është një çezëm që nuk ka ujë. E kishin studiuar si duket këtë turqit, e kanë një trajner italianët dihen që janë takticient në futboll dhe nuk vinin topat nga krahat, as Galapendi nuk mund të krosonte, as Vojvoda në krahun e djathtë. Vojvoda në ndeshjen e kaluar kishte bërë 2 asistime nga të 2 krahat, kësaj radhe nuk arriti që të krosonte mirë dhe ishin ato mungesa të furnizimeve me topa për Murisin dhe nuk arriti të vinte në pah lojtari ynë i sulmit. Ti je më i mërzitur se mua, unë akoma edhe më i mërzitur, gjithë je mërzitur s'ka, vetëm Skënderbeu tha një gjë. Nëse doni të fitoni, bashkoheni sepse thuprat 1 nga 1 kputen. Nëse bashkohen bashkë, lojtarët më të mirë të Kosovës, lojtarët më të mirë të Shqipërisë, atëherë pa dyshim ne do ishim kampionatin botror. Atëherë do të ishim patjetër në krye të kampionatit botror dhe ndoshta do të ishim njëri ndër gjysmë finalistët apo finalistët. Faleminderit për gjithë mendimet. Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të jemi mysafir juaj. Faleminderit, Valon, suksese në punën tuaj. Isha natyrisht dhe me kolegët nga Kosova për diskutuar edhe për ndeshje që urdhro. Sulqe, dëshpërimi yt është shumë i madh, në fakt edhe joni është shumë i madh, por gjithsesi duhet të jemi krenar të paktën që erdhëm edhe në këtë fazë. Shqiptarët jemi të mërzitur. Ne Andrea, sepse ti bën dhe emision politik ndonjëherë dhe kalon sepse thret politikanët aty në studio. Ne jemi me këta sportit, to janë ditët më të rëndësishme që ka pas futbolli dhe natyrisht jemi të mërzitur që ndodhi diçka e tillë. Të gjithë jemi të mërzitur për këtë gjë, por duhet jemi edhe krenar për fazën e ku erdhëm. Se një ekip i vogël që po dhe krenar duhet jemi, edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën, sepse mos harrojmë, nuk mund t'i flakim këta djem. Pra.
sepse mundën Serbi, ishim krenar ne kur mundën Serbin atje, edhe i ngritëm në ajër, këta i pritëm në aeroport, ju keni qenë vetë në transmetim bashkë. Patjetër. Dhe kemi qenë, se jemi në transmetim, lutem, i live. Mirë, faleminderit. Ai sa nuk kuptohet sot me ka qenë ndeshja, ka qenë me Turqinë apo ka qenë me Serbin? Duket që janë shumë të mërzitur tifozët dhe natyrisht, nëse do të flasim tamam, hajde flasim për lojën. Po jo, hajde dhe flasim. Si mendon, po tani hajde të shajmë tani këtu të gjithë. S'ka zgjidhje se na shikojnë gjithë. Mirë. Jemi në këtë transmetim, janë të mërzitur tani, pranohen gjitha, ndodhin këto. Andrea, por ajo që pash edhe thash dhe në fillim, ishte mënyra se si u përcollën me duartrokitje lojtarët, disa për tyre ushtrinë në fush nga mërzitja, duhej që të bënin më mirë, dhe kishin mundësi të bënin më mirë, sepse ka lojtarë që kanë një koeficient të lartë edhe në për ekipet e tyre në Europë, frekuencat e tyre në fushën e lojës janë lojtarë të cilët mund të bëjnë diferencën, sot nuk e bën. Masat e nga kundërshtari, turqit ishin shumë mobilizuar, ashtu si kishin premtime nga qeveria turke që futbollistët do të marrin nga i vilën Bregdet për një kualifikim të mundshëm në botror, po gjithsesi kështu ndodh në raste të tilla, eksperjenca luan rol. Përshëndetje. Po live jemi, po qofse keni mendim për ndeshjen. Hajde, t'ju pyes. Po mirë tani Serbia s'luti lozi Turqia. Edhe mirë, dakord. Mirë, vazhdojmë dhe flasim për sa i përket kësaj ndeshje Andrea. Është e vështirë, të gjithë janë mërzitur tani, nuk janë intervistasim më parë. Ne do mundohemi që të lëvizimi çik në një moment në tjetër. Kjo është pamje që na vjen drejt për drejt nga Prishtina, ku tifozët kanë dalë nga stadiumi. Ja, po mundohemi me kameramanët që të ngjejnë çik dhe analistët këtu, stafi i cili është me mua për të diskutuar çik edhe për performancën e ekipit në fushën e lojës. Ashtu siç tani po kemi edhe operatorin i cili na jep këto pamje. Pamje drejt për drejt që vjen nga Prishtina pas përfundimit të ndeshjes. Duket dëshpërimi i tifozëve. Atëre janë vetë pamjet që flasim vetë, prandaj e lëmë që edhe të komentojmë dhe të shikojmë se çfarë ndodh në këto momente. Është boshatisja e sheshit qendror që do të ishte në një tjetër fest nëse do të ndodhte ndryshe. Panorama ka ndryshuar komplet, njerëzit janë të mërzitur, dëshpëruar nga rezultati. Po live jemi, po të kesh mendim tamam që të flasësh për lojtarët. Hajde. Po Serbia s'luti sot, luti Turqia. Okej, është i shprehje që të gjithë pyesin. Ndërkohë nuk shoh sulqe flamuj të hedhur apo se më duket një pamje jo e mirë në fakt. Që të marrim në mendim, po tani Andrea siç e shikoi edhe nga pamje që shikojmë gjithë tifozët si largohen. Nuk janë flamuj, fatmirësisht nuk janë flamuj. Edhe sheshi qendror këtu janë kolegë të televizioneve të ndryshme që po raportojnë, edhe televizioneve RTK dhe televizione lokale, duke raportuar dhe duke folur për sa i përket kësaj ndeshje. Moment shumë i rëndësishëm për Kosovën. Mirë, sulqe, se unë besoj se duke qenë se ke raportuar nga orët e para të mëngjesit edhe ti je i lodhur dhe sigurisht që ke nevojë për po pra natyrisht edhe djem tani gjithë po largohen, këtu janë forcat e policisë, të cilat po shikojnë dhe po vëzhgojnë gjithçka që mos ketë incidente, mos ketë probleme. Në fakt deri tani nuk ka pasur probleme të tilla. Gatishmëria ka qenë në shkallë maksimale dhe stadium. Nuk kemi parë diçka të tillë, çdo gjë ka qenë e shoqëruar nga forcat policore, nga ana tjetër pam dhe tifozët turq që po largohen dhe ata janë shoqëruar dhe një pjesë e tyre Andrea ka ndetur në stadium, ka qëndruar atje
dhe do të dalin më pas se tjerë të shoqëruar me kordonin policor. Nga ana tjetër, në përbarret e qytetit, atmosfera ka rënë, ja si shikojmë këtu, besoj që tani mund të ketë më shumë tifoz që mund të vinë tifoz turq. Ndërkohë për festuar, ndërkohë me herët është raportuar që policia shikojmë edhe pjesën ku ishte fan zone, këtu, shiko si është boshatisur fan zone në këtë moment. Ka ngelur vetëm karriget dhe ato tavolinat që janë në fan zone, sepse gjithë është shumë ftohtë, temperatura është shumë ftohtë këtu në Prishtinë në këtë moment, dhe të gjithë po largohen në drejtim të shtëpive tyre. Edhe një herë tjetër po shikojmë forcat e policisë, forcat e ndërhyrjeve speciale, që janë gati që të monitorojnë gjithçka për sa i përket kësaj ndeshje. Është e kuptueshme, Sulçi, është mjaft e kuptueshme. Ja, dhe në pjesën tjetër këtu janë baret e qytetit, cilat tashmë nuk janë si më parë. Përshëndetje. Turkish. Do you speak English? Little. What about the game? Okay, go very, very good. Very good. Kosovo. Okay, very good. Yes, I'm Turk and my brother. Kosovo, Turkey, my brother. Turqia dhe Kosova janë brother. Where are you from? What city? Turkey, Bursa. From Bursa here. Yes. Bursa ku jetojnë miliona shqiptarë në fakt. Kardesh. Nuar Kardesh. I kemi vëllezër kosovarët, thot nuk I kemi shok. Okay, thank you very much. Enjoy. Bye bye. Okay, këta janë tifozët turk që do vinë për ta zbërë pak më shumë humbje në base. Baret e qytetit, bëjmë pyetje? Po. Bëjmë pyetje si jeni? Yes. Where are you from? For what? Where are you from? Croatia. I'm from Albania. CNN. How do you see it? Yeah. What do you think about the game? Did you see the game? Yeah. Yeah, come here, please. Come here. Sir. Hello. Where are you from? Yeah, we're from Croatia. We are here on a vacation in Pristina. Yeah, we saw the game. Janë disa kroatë cilët kanë qenë për pushime. Did you see the game here or the stadium? Yeah, we saw the game here in the square. Yeah. It's a nice Fan zone. Fan zone, yeah. It was a nice. How was it? How was it? Nice atmosphere here. So we cheering for Kosovo. How many people are doing? No, not that. No, not too many. Just cola. Did you drink? No. What about you? No. Did you see the game? Yes. It was on the big screen. Yeah, you support Turkey or Kosovo? No, Kosovo. That's awesome. Okay. We don't ask. What about you? No? What do you Okay. Enjoy. I'm talking about the sport. Yes. Yeah. Kosovo. Yeah. We support the Okay. Enjoy, guys. Enjoy. Forza Kosovo. Okay. Mirë. We are careful and we are. Okay. Thank you. Okay, mirë, pra jemi këtu në I'm live in television, please. I'm live. Television live. Alright. Mirë, jemi këtu dhe vazhdojmë dhe shikojmë se çfarë ndodh. Po largohen tifozët. Atë ke një mendim për ndeshjen? Nga je? Nga Shkodra. Nga Shkodra, ke ardhur nga Shkodra për ndeshjen. Po, për ndeshje. Si e pe ndeshjen? S'di valla çfarë më thon. Mirë. Bile Kosova që shkojtë çdo. Shqipnia na ka shumë herët, s'kem çfarë më bë. Po. Turqia shumë e dopt. Okej, a mendoje që mund të luanin më mirë për shembull lojtarë si Muriqi, Muslia? Po na në fund e bojna për lëk krejt. Se edhe Turqia është më të fortë ata asocion, s'kena çfarë më bë. Fati herën tjetër mas 4 vjetë. E kuptoj. Ishte stadium? Apo këtu? Ja, në stadium këtu të shesh, ke parasysh të shesh. Ndeshje me sy, ishte ndeshje mirë, për djonëve. Pjesa por ishte më mirë për neve, por disa gabime na kushtuan, pjesën e dytë. Por do të me kanë krenorë dhe që na kona pet, dhe që na orë që të pikë. E kuptoj. Po si ka mos edhe Kosova dhe Shqipëria nuk arritën dot. Jena shumë vetjoka me ne që jena si jemi individual. Yes. Jemi disa lojtarë. Jena pak. Po pse më flet anglisht? Ku jeton ti?
Da, shku të rjetojna, për qa me botash. Na të rritë shumë për përzina gjuhë. Pyet Shkodran që mos më pyet jes tani, se ne jemi televizion shqiptar. Po, sa keni ardhë nga Shkodra? Sa veta keni ardhë? Urdhëtë? Vishna dhe atë 2 familjartë. Si? Na, edhe që ta. Shumë mirë. Vetëm kujdes tani, udhëtimin me makinë, qetë, mos i jep. Jo i pirë makinë, ule gazin. Mirë, kanë ardhë çunat. Të erdhi humori, Sulqe, të erdhi humori. Të erdhi humori, Sulqe, aq ishte. Po mirë, do na bi humori, do na bi sepse kështu është, fillimisht mërzitemi, kështu është jeta, nuk do rrim aty gjithmonë të humbja, vazhdon jeta dhe padyshim mërzitja, edhe ju besoj u mërzitet atje në studio. Se ti ke pasur në studio Bashkim Delin, apo jo? Po. Ai pati një mërzi akoma edhe më të madhe. Niko Qoshlin, besoj Bashkimi mund të ketë edhe në i pytje. Bashkim, ke një pytje po më thotë, Sulqe? Apo thjesht do që Sulqe të vi shëndoshe mirë që të jemi gati për Megasportin? E ka menaxhu jashtëzakonisht mirë. Ka vetëm komplimente, Sulqe. Si gazetar sportiv. E ka menaxhu jashtëzakonisht mirë. Besoj se Sulqe të përcjellim të gjithë falenderimet nga Tirana. Okej, ja. Këto janë momentet e fundit pas përfundimit të ndeshjes. Jemi me gazetarin Sulqe drejt për së drejti. Ku po marrim disa nga... Edhe njërë tjetër? Po. Sulqe. Edhe njërë tjetër, të lutem? Sulqe, të mirëpresim në Tiranë, të falenderoj shumë për gjithë raportimin e drejt për drejt që bëre dhe shpresojmë dhe ndërojmë për më të mirën të dy ekipeve, edhe kombëtares shqiptare, por edhe përfaqësueses Kosovës. Mirë, Andrea, dhe unë ju përshëndes, natyrisht, kështu është jeta, kështu është futbolli. Faleminderit Sulqe, shumë faleminderit. Mirë ardhësh në Tiranë, ti dhe kolegët e A2 CNN. Shumë faleminderit. Do të thoya vetëm një gjë, më vjen mirë që për herë të parë bëhet Prishtina, se gjithmonë ka qenë Tirana ajo që ka mbledhur trevat dhe ka qenë kryeqyteti i Shqipërisë që ka mbledhur gjitha trevat e shqiptarisë për të festuar. Dhe më vjen mirë që për herë të parë bëhet Prishtina dhe i mbledh të gjithë. Pra, nuk janë vetëm ngjyrat kuqezi që gjithmonë kanë tërhequr, nuk është vetëm kombëtarja shqiptare, është të përfaqësuesja e Kosovës, pra është një pjesë e Shqipërisë që arrin të mbledhë shqiptarët kudo. Ne e themi në konotacionin sportiv, mund ta themi në konotacionin politik, ekonomik, social, shoqëror, në të gjitha konotacionet e mundshme që mund të marrë një komb, ne e themi Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, pjesa e Malit Zi dhe Çamëria gjithmonë do jenë bashkë. Këtë e bën vetëm futbolli. I bën në bashkon gjithë kudo që... Gjithë këtë e bën futbolli që bashkon shqiptarinë edhe tregon dhe gazetari Sulqe që ishin nga Shkupi, nga... Ishin gjithë bashkë. Prishtina ishte kryeqyteti shqiptarëve sot. Kjo është gjë më kryesore, nuk diskutohet edhe Prishtina që... Elda diçka të fundit. Organizim të shkëlqyer. Para 12 viteve kur u pranuan, as nuk mund të imagjinoj nga kosovarët që vërtet në 2026 do ishin këtu ku janë. Domethënë është një momentum jashtëzakonisht i madh arritje dhe ndoshta nëse ne jemi të mërzitur pak me euforinë që patëm, domethënë kemi të mërzitur me veten sepse kemi të vështirë të pranojmë humbjen, por ata djem dëshiruan të fitonin, besuan që do të fitonin, luftuan që të fitonin, humbën me dinjitet. Dhe mendoj pjesët që qenit kampion është pikërisht të dish dhe të pranosh në mënyrë dinjitoze humbjen, mendoj që ata meritojnë respekt maksimal dhe faleminderit për emocionet që na dhanë. Nikolin, ndërkohë me ty dua një gjë tjetër, para se ta mbyllim, Italia dhe Bosnia janë me penalti. Mendon se do kemi një tjetër botëror pa Italinë? Se duhet ta bëj pak më të ndërlikuar pyetjen ty. E ndoqja, sepse unë jam pak tifoz me Italinë. Aq më tepër që në këto kushte Italia ka këto mangësinë, edhe më erdhi shumë keq që ishte edhe me karton të kuq. Kjo e ndërlikoj, nuk e di si ka shkuar koha shtesë, a ka përfunduar, janë duke gjuajtur penalti. Janë ende në fazën e penaltit. Mendoj se me penalti kualifikohet Italia. Ka një përkeqësi. Italia sepse përveç përvojës ka lojtar kualitativ që në momente të veçanta, penaltia do lojtar me personitet, lojtar qetë, lojtar që kanë kaluar situata të tilla dhe me psikologji të fortë. Mendoj që do shkoj Italia, edhe në krahun tjetër mendoj se shkoj Danimarka, se janë të dyja me penalti, nuk e di se një kanë shkuar.
Po për ta mbyllur për pjesën e Kosovës dhe Shqipërisë. Mendoj që është një sukses i jashtëzakonshëm për mua. Nuk diskutohet, do ta kujtojmë edhe më tej, do të shohim edhe do të themi, do flasim gjithkohës për këtë pjesë, dhe është një mësim i mirë për ecurinë e të dyja skuadrave. Mënyrën se si mund ta menaxhojnë situatën në rast se ndodhen në kushte të tilla. Shpresojmë Zotit që gjithkohës të jemi pretendent për të dalë në vend të dytë në play-off apo të dalim direkt, por mendoj që pjesa e play-offit krijon një eksperiencë shumë të mirë çdo skuadre për ta menaxhuar më mirë situatën për më tej, për të arritur në qëllimin final. Që është botërori, sepse do shkojmë botëror, do themi pastaj pse skualim grupin. Momentin që do mendojmë që pse skualon grupin, do themi pse dalun kampion. Kënaqësi. Gjërat janë gjithmonë një infinit. Ja të kënaqem me kaq. Është një këngë faktikisht e Ilir Shaqiri që thot sërish vjen Marsi. Dhe sërish do vi Marsi dhe vitin tjetër dhe sërish do vi Marsi, do ketë Marsi të tjera ku Shqipëria dhe Kosova t'japin maksimumin për të kualifikuar dhe për të treguar. Për këtë fazë ato e dhanë maksimumin. Po, e dhanë maksimumin, por sërish do vi Marsi. Pa dyshim. Ajo shpresë na mba. Edhe Italia shpreson të fitojë sot, shpresat dhe së fundit. Ka shumë tifoz në Shqipëri që janë me Italinë. Po ka disa vite që Italia është në krizë për këto evenimente të rëndësishme. Mendoni se do jetë botëror pa Italinë? Po që është një nga ekipet, është një nga ekipet ja nuk ka dhuar penaltit në i ka dhënë Tonin kampionatit evropian dhe kampionatit botëror. Fituese kampionatit botëror është domethënë me një ekip me eksperiencë, një ekip që luan gjak ftohtë, po këto vitet e fundit na ka zhgënjur. Ne si tifozat të Italisë, ne me Shqipërinë nuk diskutohet me Kosovën, po kemi edhe kur nuk mund ta fikni fare televizorin gjatë qershorët. Jam tifoze e Gjermanisë dhe nuk e. Po mirë, kur ke Italinë afër edhe nuk ka kuptim, po të jetë një Itali, Gjermani. Edhe Bosnia është ekip i mirë, nuk diskutohet, por kur është Italia që është një ekip e emër. Një botëror pa një ndeshje Gjermani-Itali, zyre sigurisht nuk është realizuar. Janë ekipet që kanë fituar. Është një miks që është. Shikoj, janë ekipe fitues, janë ekipe që kanë qenë në kaçet e Europës, në kaçet të botës, kanë fituar kupat. Jo, është pastaj. Kështu që janë evenimente të rëndësishme botërore dhe europiane. Po shu Italia dhe luajt ndonjë ndeshje mes Gjermanisë dhe Italisë. Unë jam e para që vi këtu, nuk flas fare, të shoh ndeshjen kështu dhe... Do urojmë që të dyja të jenë realisht megjithse edhe për ekipe si Bosnia, fitoret e tilla nuk janë pa gjë, duhet të jenë edhe ekipet e vogla pjesë të botërorit për të hapur pak më shumë rrezen, jo vetëm me ekipet klasike gjithmonë. Po ka treguar sot që nuk ka më ekipe të mëdha dhe ekipet vogla, po shikojmë që edhe me rastin e Kosovës, një ekip në thonjza i vogël, po bëri një punë jashtëzakonisht të madhe dhe gati për të kualifikuar në kampionatin botëror. Që gjithë mediat e huaja thonë që ekip i vogël, ekip që nuk mund të përballet me këto ekipet e mëdha, por fakti tregon dhe Bosnia që është ekip i vogël, po përballet me ekipin e Italisë. Kështu që nuk ka më ekipet forta, ekipet dobta ose ekipet vogla, ekipet mëdha. Ka ekipet forta dhe ekipet që kanë dështuar në këtë kampionat botëror. Bashkimëria, falenderoj për mendimet e mençura, po edhe të gjithë qasjen pozitiviste që i dhe gjithë panoramës sportive. Shumë faleminderit. Faleminderit e ju. Elda, të falenderoj për fjalët e mira dhe sigurisht për gjithë qasjen tënde dhe analizën që i bëre ndeshjes sot. Shumë faleminderit. Elda, të falenderoj, shumë faleminderit dhe shpresojmë që mesazhet që dhe edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë të vijë Marsi i famshëm që ti do edhe ndëron. Jo vetëm unë, gjithë shqiptarët. Të gjithë. Nikolinë, shumë faleminderit. Kënaqësi që ju kisha në studio dhe në off the record për mendimet profesionale që dhat. Shumë faleminderit. Kënaqësia është e përbashkët. Shumë faleminderit. Gjithmonë raste të tilla. Po në raste fitoresh aman, vetëm në raste fitoresh. Nderuar shikues, jemi në fund programit. Falënderim për të gjithë kolegët e AdySNN, të cilët sollën transmetimin e drejt për gjithë shqiptarët kudo ku ndodhen. Unë ju falenderoj dhe bashkërisht do shihemi mbrëmjen e nesër. Nga unë Adrian Danglin, natën e mirë dhe mirë ta kopshim.